Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Peshqive. Do bëjmë leximin e radhës për ju dhe po fillojmë me asin e monedhës. Të dashur peshqi, një fillim i ri, mund të jetë punë, lidhje, biznes, shkollë, punë, shumë gjëra, po e re, i qëndrueshëm dhe real. Mund të jetë një mundësi pune, bashkëpunimi apo diçka konkrete që po merr formë pas një periudhe pasigurie. Kjo letër është si një fidania, të ta quaj ashtu. Nëse e ujit me përkushtim, mund të sjellë qëndrueshmëri materiale dhe qetësi. Mos e nënvlerëson një mundësi që duket e vogël tani, ajo mund të bëhet diçka shumë e madhe. Vazhdojmë me 8 të monedhës. Përforcon këtë mesazhin e parë, kjo letër. Kjo është energjia e punës së palodhur, e durimit dhe perfeksionizmit të aftësive. Ti po ndërton apo ke ndërtuar diçka apo po kërkon përkushtim çdo ditë. Jo fat të rastësishëm. Universi të shpërblen tani për seriozitetin dhe përpjekjen tënde të dashur peshqi. Mos kërko rrugë të shkurtra. Puna që bën me zemër do të kthehet në stabilitet të vërtet. Vazhdoj me një letër akoma më të mirë, që është 4 të shkopive. Sjell gëzim, harmoni dhe ndjenje përkatësie pas një periudhe lodhje. Vjen një moment lehtësimi, një festë, një bashkim me njerëz të dashur, apo thjesht ndjesia se më në fund gjërat po vendosen në vendin e tyre. Ti përfutesh në një fazë më të ngrohtë, më të qëndrueshme, emocionalisht, të dashur peshqi. Vazhdojmë me strength, forcën. Tregon forcën tënde të brendshme. Kjo letër. Ke kaluar shumë, por nuk je thyer dhe nuk duhet bërë asnjëherë. Kjo letër flet për butësinë që lind nga guximi, aftësinë për të ruajtur zemrën, edhe kur ke arsye për të mbyllur. Kur ke arsye që s'do të ngrihesh dhe nga krevati. Kjo është ajo fuqia që po flas. Forca jote nuk është agresive, është e qetë dhe thellë. Është kohë të pranosh këtë si dhuratë dhe jo si barë të dashur. Por 5 të shkopive tregon pak tension ose konkurrencë rreth teje, ndoshta në punë, ndoshta në marrëdhënie. Disa mund të të testojnë, të kundërshtojnë apo të lodhin me energjitë e tyre, por ti nuk ke pse të futesh në çdo betejë. Sjell me kujdes për çfarë ja vlen të luftosh. Mos e harxho fuqinë për të provuar veten te njerëz që se kuptojnë vlerën tënde. Dhe kjo është goxha e madhe të dashur peshqi. Do thot, keni filluar të kuptoni vërtetë vlerën e juaj, që nuk ju bëhet vonë, çfarë mendojnë, apo sa ju vlerësojnë të tjerët. Dhe pastaj, 4 të kupës. Është një lloj reflektimi, sa herë që edhe pse keni kuptuar, edhe pse jeni duke ecur, është diçka sikur mungesë, edhe pse ke shumë, ndjen një lloj zbardësie, ndjen një lloj që diçka është nuk është tamam ashtu siç do duhet të ishte. Kjo letër të kujton se ndonjëherë jemi aq të fokusuar te ajo që s'kemi, sa harrojmë çfarë kemi, apo harrojmë të jemi mirënjohës në ato çfarë kemi. Kjo është një rikujtim për ju të dashur. Mos e humb motivimin. Universi po të përgatit për diçka më të madhe, por kërkon që ta vlerësosh të tashmen, të dashur peshqi. Pra, durimi juaj të dashur peshqi po shpërblehet. Mbyll çdo dyshim dhe mbaje fokusin te ajo që po ndërton, jo te ajo që po mungon. Forca jote është qetësia, jo nxitimi. Një fillim i qëndrueshëm dhe i bekuar po merr formë. Kujdesu për të si për një bim të çmuar dhe do të jap frute për shumë kohë të dashur peshqi.